asnjë nga ambasada këtu, ambasador që të merret si me kreun e ri të BK-s, por edhe me kreun e ri të SPAK-ut. Tani duhet keni parasysh diçka. BK-ja, drejtuesja, ka qenë zëvendës drejtorie e policisë. Më ndikim të drejt për drejt që ka në radhën e hierarkisë policore dhe ligjore dhe kushtetues normalisht, është nga kryeministri i vendit. Pra, kryeministri çoi në Byron Kombëtar të Hetimit të Partisë, të SPAK-ut, harrova. Të lutem korrigjo, mos më le të bëj gabime. Më duhet se foli Freudi. Më korrigjo se është pa imagjinueshme kur bëj gabime. Më korrigjo të lutem. Prandaj, kur e çoi te ky institucioni, normalisht e përdori aq sa duhet të përdorte. Në atë kohë, tani nuk është gjetë personi dhe kush do kandidojë. Do gjetë personi. Pra, ka një person që do të bëj atë që do partia. Sepse ne duhet të mësojmë gadal e gadal, jo për të ngritur frikën dhe jo për të bërë atë që bën gjithë mos fol, do flasim, ne do të themi të vërtetën, po ka kosto e vërteta, po më mirë të thuash të vërtetën se sa të heshtës edhe nesër të mbash pajsohet e heshtës tënde dhe në kurriz dhe në dëmin e të tjerëve nuk duhet përfitoj asnjëri. Prandaj BK-ja, SPAK-u nuk përbën më në aspektin praktik institucionit të pavarur dhe të paanshme kushtetuese. Atëherë ku nuk e prisnin avokat, me që jemi tek institucionet listë batuese, atëherë ku nuk e prisnin, si rofenj që të hapur, del shefja e shërbimit sekret që takohet me shefin e CIA, John Ratcliffe. Zonja në fjalë është e emëruar nga kryeministri i vendit. Normalisht ka marrë ndonjë informacion, ka bërë shërbimin e duhur ndaj kryeministrit, jo ndaj shtetit shqiptar, ka shkuar atje, i kanë thënë ndonjë gjë, ja ka dërguar zotit Rama, dhe shumë e qartë në aspektin profesional dhe institucional, patjetër kush s'është problem. Te kuptova. Unë mendoj informacion nga Rama atje apo mori atje dhe ja solli Ramës? Pse ti mendon se Rama e çon atyre për të gjyqanit të informacion? Po e bërë, bravo i lumë, s'kam çfarë them, po nuk është Bideni. Unë këtë di, nuk është Bideni. Po takimi me shefin e CIA shiko, është zyrtarja më lartë si Shqipëri dhe në Kosovë, që është takuar me një drejtues të administratës së re në Shtetet e Bashkuara. Unë di një biznesmen të huaj, i cili nuk është takuar presidenti Trump me kryeministrin e vendit që unë njoh atë biznesmenin e huaj, dhe është takuar ky biznesmen i huaj me presidentin Trump. Dhe nuk është taku Trumpi me kryeministrin e atij vendi që unë njoh. E kupton ku jemi? Linja Trump do t'i bëj këta që të marrin një laçe nga mjesi deri në dart dhe ku të kurohen, nuk e di si kurohen, por do kurohen, por me mesazhe për secilin. Ashtu siç ndodhi edhe me Serbin me Vučićin, që i thanë, po të presim ne këtu pse anullove vizitën, ishte i smur ai. Por atë unë e di që ata edhe me vaksinat të jenë shkojnë deri atje dhe tjenë në aeroport, vdesin në aeroportin e Amerikës, vetëm në taku presidentin. Edhe po t'i sjellin këtu me funeral, do t'i sjellin si hero, sepse bërën sakrificë për te okeanin. Avokat, do ta mbyllim me politikë, pavarësisht se edhe kjo në një mënyrë nuk e shmang politikën. Së pari